Në bibliotekën e famullis Zoja Shkodrës u zhvillua veprimtaria kulturore me temë Antikuariat dhe kristale nga Gjergj Marena. Ky organizim u konceptua si një hapësirë bashkëbisedimi dhe reflektimi me vlerat e kulturës shqiptare dhe lidhjet e saj me traditën e antikuareve. Organizatori Marena prezantoi referatin Kujtesa kombëtare shqiptare në tregjet e antikuarve italian, duke sjellë në vëmendje rëndësinë e ruajtjes së kujtesës dhe vlerave kulturore shqiptare. Antikuariat dhe kristale janë dy pjesë që lidhen njëna me tjetrën pasgjithmërisht, sepse si antikuariat, si për të kërkuar antikuariatet, ata nuk ndodhin qiell të hapun, por duhet i kërkosh gjithkund. Po ashtu edhe kristalet nuk ndodhin qiell të hapun, por duhet gërmosh në tokë, ti gjensh, ti përpunosh dhe ti nxjerrësh që të shpërndajnë dritën e tyre. Janë dy statue nga 25 centim të shkultorit anglez James Hunt, 1880, 1919, të cilët i kam gjetë në antikuariatet e Modenës, nga një antikuarist nga Torino, i cili kishte ardhur te përkrishtlindje. I pash dhe më pëlqyn, mandej kërkova, pash në njërin krahët të tij ishte shkruar me Hunt. Atëherë kërkova me piktor italian dhe me miq të mi dhe me një mik të emin Nicolin Luci në Firenze dhe rezultoi se ishin të këtij skulptorit anglez James Hunt. Një tjetër moment i veçantë ishte prezantimi i kristale nga Zia Vuka, ndërsa programi u pasurua edhe me poezi të interpretuara nga Merita Smaja. Dhe meritojnë një respekt nga të gjithë njerëzit që merren me kulturë, me letërsi, me çdo gjë që i shërben jetës kulturore të një qyteti si Shkodra. Gjergji ka interesa të shumanshme, ka interesa për artet figurative, ka interesa për kinematografin, ka interesa për mjeshtrit e ndryshme, për zejet e ndryshme që ban njeriu, dhe është shumë i thelluar edhe në veshtrimet e arkeologjisë dhe të punëve të vjetra që ka bën njeriu. Kushdo që ndihmon letërsinë dhe artet, pra ai është hero, sidomos sot. Sidomos në këto kohë që gjithë secili prej nesh e din se sa të vështirë ka çdo artist ose çdo punëtor kulturët për të marrë në fushën e vet. Aktiviteti vijoi me një bashkëbisedim të hapur me pjesëmarrësit, ku diskutuan tema të ndryshme që lidhen me kulturën, artin dhe trashëgimin.